Besimtarët bektashinj kanë kremtuar ditën e Ashures, një nga ngjarjet më të rëndësishme shpirtërore të këtij kalendari fetar. Ceremonia u zhvillua në kryegjyshatën botërore bektashiane, ku Baba Mondi përcolli një mesazh të fortë paqeje dhe solidariteti. Ai theksoi rëndësinë e bashkimit mes njerëzve dhe mbështetjes për ata që vuajnë nga konfliktet në botë, duke nënvizuar se njerëzimi sot ka nevojë më shumë se kurrë për dëmshuri dhe harmoni. Zemrat tona kthehen me porulsi dhe dhimbje dhe ngjarjes më të madhe të sakrificës, besimit dhe qëndresës në historinë e Islamit, betejës së Kerbelas. Sot ne kujtojmë me nderim respekt pafund Imam Huseinin, nipin e profetit Muhammed alayhi salam, i cili së bashku me familjen, shokët dhe 72 dëshmorët e Kerbelas zgjodhi të sakrifikonte jetën për të vërtetën, drejtsinë, dinjitetin njerëzor dhe mbrojtjen e vlerave hyjnore. Ata nuk pranuan të nështrohen përballë padrejtisë, as të heshtin përballë shtypjes. Me gjakun e tyre ata shkruan një mesazh të përjetshëm për mbar njerëzimin, se e vërteta nuk mund të mposhtet kurrë. Në traditën bektashiane, Ashuria është kohë reflektimi, pendesje, lutje dhe afrimi me Zotin. Është momenti kur ne pastrojmë zemrat nga urrëtia, egoizmi dhe përçarja. Sakrificat e Imam Huseinit na ftojnë të ndërtojmë ura mirëkuptimi, të kultivojmë dashurinë ndaj njëri tjetrit dhe të shërbejmë me përkushtim ndaj paqes. Në këto ditë të Ashurës, lutja tona shkojnë gjithashtu për gjithë popujt që vuajnë nga luftrat, konfliktet dhe tranzitet në mbar botën. Ashtu si fusha e Kerbelas dëshmoi sakrificën atyre që qëndruan përballë padrejtisë, dhe sot njerëzimi ka nevojë për më shumë drejtësi, më shumë dëmshuri, më shumë paqe. Sipas tij, lutjet e kësaj dite shkojnë veçanërisht për ata që vuajnë nga luftrat dhe për forcimin e vlerave të paqes mes kombeve.